Duke filluar nga sot, 38.000 pensionistë të qarkut të Shkodrës së bashku me pensionin e tyre të këtij muaji përfitojnë edhe bonusin e fundvitit. Pjesë e këtij përfitimi janë të gjitha kategoritë, siç janë pensionet e pleqërisë, pensionet familjare, pensione invaliditeti, pensione sociale, gjithashtu përfitojnë edhe ushtarakët e cilët aktualisht nuk janë në një marrëdhënie pune. Pensionistët e cilët kanë një pension në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë bonus fundvitit, ndërsa pensionistët që kanë pensionin mbi 20.000 lekë, bonusi që ato përfitojnë do të jetë 10.000 lekë. Është shumë rëndësishme të theksoj që për gjithë ato pensionistë që e marrin pensionin pranë postës shqiptare në Shkodër, bonusin mund ta tërheqin deri në qershor të vitit 2026. Në të kundërt, ato nuk do të kenë mundësi ta përfitojnë. Për 10.000 pensionistët të cilët e marrin pensionin në shtëpi, dua të theksoj që bonusi i fundvitit do t'i bashkohet pensionit të këtij muaji dhe do të vinë në adresat tuaja. Për të shmangur pritjet, është shumë rëndësishme që ju të respektoni grafikun ditor të shpërndarjes, ku ne ofrojmë shërbimin ton nga ora 8 deri në orën 15 çdo ditë të javës dhe i kemi dhënë prioritet kategorive më të ndjeshme siç janë invalidët, fëmijët jetim dhe pensionistët në një moshë më të thyer.